që po punohet fuqishëm edhe që shumë shpejt do të vi unë po ju la juve me shpallur. Havaja. Jo, po, fluturat. Po, jena në domethënë pritje për me fillu me transmetim, serialit ma 3. Do me tha punimet janë të jetë shumë mirë që po fillojnë veç për transmetim. Po, realisht na jena konë edhe gati, kena boni punë të mirë me Rikin, Ardin edhe Fisin, edhe televizionin e juj, kem kriju një kombinim fantastik të njerëzve, edhe të ekipës, edhe na me zveti, edhe urojmë, besojmë se kena ku që e kena përmen këtë projekt, edhe jena zgjatë nështa, mirë po gjithmonë me tendenca që me bo sa ma mirë. Është projekti veçantë, edhe për ato kem punu shumë, sidomos në fillim, unë edhe Ernesti kem fillu dikun, po ishte 2 vite, mandej në ekip na u ka bashkangjit edhe Ardi edhe Fisi, thuj se para 1 viti, edhe mandej me Kanal 10, kështu që është një punë shumë e gjatë, është projekt ma i veçantë se gjithë tjerë jo për atë aspektin nonën artistike, sepse ajo garantojmë që ka më gërë maj mirin për publiku, po si ide. Ja kemi mësy që asaj. Kena me adhon Kjo i bjen që kanë me fluturu shikimet. Menojmë që po, është një temë shumë interesante, kena menu edhe për që ata u kone e ronë më bo, sepse kena rëziku, kena bo një va rëzikimin, kuptimin se ka kërku investim të madhë. është projekt që kërkon investim, edhe nuk u konë let me u realizu si skenografi. Nuk është skenografi tipike jona që na jena mësumi ambientu, hotelës, dhomës, qabëdi, banis, po u kriju enkas për këtë serial edhe mëj me dhonë që është lyp hapsirë gjigante, që shpresojmë televizion në ju shumë shpejt dhe ta Unë i kum pa do fotografi, se për ofër si më kanë me pa, veç mu ka dok dishka shumë e pazakont në Kosovë, në Kosovë shqiptari, po flasë se na jena një treg i vogël i kombit shqiptar, po diçka shumë e bukur, edhe po shpresoj që edhe për shikust jam i bindur që ka me qenë një prej projekteve më të pëlqyera këtu, po sa ka qenë e vështirë kasti, për zgjedhja, do një farloj... Edhe kasti është jashtëzakonisht shumë e vështirë, për shkak se duke u nisë me skenaristit, Ardi Islamit, ai don që e ka të kastën cilën e imagjinon për me shkru, normal që kem biseda, diskutojmë kush mundet, qysh mundet, po me gjitha ta kemi arritë, kemi gjetë një zgjidhje të mirë dhe besojmë që shumë shpejt publiku do ta shef edhe në ekranet e Kanal 10-it. Ernest, tash na kem dorë shlirë, ju dham dhurata. Hajde dhe ju bani dorë shlirë, jepni pak informata, çka ka me qenë projekti Fluturan? Po të bazupi aty në qka i kena publiku, po menoj na e kena gjithë pse ka zgjatë që kjo punë, ka zgjatë se kena menu shumë gatë. Ja, veç nona je pashtu dhurat, kërkush tjetër. I kemi do teasers që kemi leja, do indicjet vogla për mi transmetu, është Ylber Bardhi, Vanessa, Fluturon. Po jenë konë do tizera që jenë shfaqë të shkurt kështu? Thunder, Taulanti. Taulanti është një prej aktorëve që është jashtëzakonisht shumë i njohur në Zvicër. Apo? Jashtëzakonisht shumë. Për zgjedhja e castingut të në mendoj që ka rolin kryesor. Po, këto jena konë, prapë thëmë, këto i zgjedhë skenaristit. Edhe ja kena leon dorë skenaristit, po Ardit mi zgjedhë është përgjithësi e ti. Ardim duket kur e shkruan skenarin, e krijon komplet kush është në sigurisht. Po sa i përket idejës, për që ata jena dhanu, dhe dej tash për shkak se qa elementi që na i kena menu Riki jetën Zvicër, na kryesisht i bashkojmë diasporën që tha me Kosovën, me Shqiptarin përgjithësi, kena menu qa është një element këtë periudhë.